Shikues Star News, ju përshëndes, ju ftuat në ndiqjen e parashkimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa juglindore dhe pjesa e Ballkanit paraqiten me mot të paqëndrueshëm, rreshje dhe stuhi, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit me mot të kthjellët dhe të ngrohtë. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira, rreshje të pakta, kryesisht në lindje dhe dëbor në zonat malore, ndërsa në mbrëmje pritet përmirësim. Temperaturat do të luhaten nga 2 deri në 19 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 50 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 3 ball. Do të jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Pjesa më e madhe e Europës paraqitet me mot të kthjellët dhe të qëndrueshëm, ndërsa zona e Europës lindore dhe brigjet e Turqisë kanë rreshje dhe erë të fortë. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, moti përmirësohet me kthjellime në pjesën më të madhe të vendit, përjashtuar kështu verilindjet me rreshje të izoluara. Temperaturat do të luhaten nga 1 deri në 20 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 2 ball. Do të shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky është parashkimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.